Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Efesianëve 5:33. Por secili nga ju kështu ta doj gruan e vet sikurse e do veten e vet, dhe po kështu gruaja ta respektoj burrin. Efesianëve 6:1. Fëmijë, binduni prindërve tuaj në Zotin, sepse kjo është e drejtë. Efesianëve 6:2. Ndero baban tënd dhe nënën tënde, ky është urdhërimi i parë me premtim. Efesianëve 6:4. Dhe ju, etër, mos provokoni për zemërim fëmijët tuaj, por i edukoni në disiplinë dhe në këshill të Zotit. Efesianëve 6:5. Ju, shërbëtor, bindjuni zotërinjve tuaj sipas mishit me druajtje dhe dridhje, në thjeshtësinë e zemrës suaj, por si Krishtit. Efesianëve 6:6. Duke mos shërbyer për sy e faqe, si ata që duan të pëlqejnë njerëzve, por si shërbëtor të Krishtit, duke bërë vullnetin e Perëndisë me zemër. Efesianëve 6:7. Duke shërbyer me dashuri si për Krishtin dhe jo si për njerëzit. Efesianëve 6:11. Vishni gjithë armatimin e Perëndisë që të mund të qëndroni kundër kurtheve të djallit. Efesianëve 6:13. Prandaj merreni të gjithë armatimin e Perëndisë që të mund të rezistoni në ditën e mbrapsht dhe të mbeteni më këmbë pasi t'i keni kryer çdo gjë. Efesianëve 6:14. Qëndroni, pra, të fortë, duke patur në i brezin e së vërtetës, të veshur me parsmoren e drejtësisë.